Pra gjithë këto dobësi që i përmende Eugen, sa urgjente është që të ndodhë një reformë e re zgjedhore, pra të ndryshohet përsëri ligji për zgjedhjet e përgjithshme? Unë besoj që përkundër gjasave të pakta që i kanë, besoj që do duhet ishte në mesin e çështjeve të para që i hap legjislatura e ardhshme e kuvendit. Pra, sapo ta konstituojmë, nëse arrijmë ta konstituojmë në kohë, që shpëshihet pak problem, sepse edhe kësaj here po duket që janë të parashikueshme vonesa nga ana e partive, por lënë anash ato, unë besoj që ndër çështjet e para do duhet ishte reforma, për shkak se ka vetë deputet cilët janë prekur nga këto ndryshime, e cilët ende kanë akuza të paktën publike që ka mundur të ketë manipulime qoftë nivelit industrial apo jo është e parancishme, sepse cili do manipulim me votën qytetare është i barazvlefshëm, pra kjo i bie thjesht sa ke mundësi apo çështje në proces. Nëse arrin ti manipulosh 10 vota në një vendvotim, unë besoj që po të jetë i njëjti në qendër të numërimit mund t'i manipuloj me mira të tilla. Prandaj unë besoj që duhet diskutohen gjitha këto elemente në mënyrë që të mos arrijmë në pikën kur partitë shtyjnë çështje pa pasur analizë, e në anën tjetër edhe të sigurohemi që reforma do të jetë refleksion i nevojave të procesit dhe jo interesave të ngushta partijake për qoftë votim jashtë vendit, votim preferencial apo numërim të votave të kandidatëve. Nga gjithë këto që i përmende Eugen, cila do të ishte më urgjente që të ndryshojnë mirë që të procesi i ardhshëm të jetë më në nivel? Edhe pse për zgjedhjet lokale duket vështirë e besueshme që mund të kemi të konstituar një kuvend që mund të ndërmarrë ndryshimet për të administruar dhe aplikuar në procesin e zgjedhjeve lokale, por unë besoj që çështja e numërimit votave tashmë është më problematike, të paktën për zgjedhjet lokale, sepse për zgjedhjet e nivelit qendror, për zgjedhjet e nivelit lokal, votimi jashtë vendit nuk vlen sikur për atë të nivelit qendror. Pra nuk ka votim në ambasada e të tilla, ekziston vetëm votimi me post. Por unë besoj që numërimi i votave të kandidatëve do të jetë çështja më problematike, sidomos për shkak se në zgjedhjet nivelit lokal votojmë vetëm për një kandidat në nivel të asamblesë dhe jo 10. Është shumë e rëndësishme një vot. Po, dhe fakti që një vot është përcaktuese sepse po të selektohen 2, pastaj nuk i shkon asnjëri kandidat por vetëm barci të listës, kjo do të krijojë më shumë besoj unë tension në mes të kandidatëve po të njëjtave subjekte politike, andaj do duhet që me shpresën që kuvendi do të mund të konstituohet brenda muajit prill, do duhet që me njëherë të nisën procedura dhe nëse arrim ta zëm muajin maj, që të kemi draft të një ndryshimi në këtë drejtim, mbase edhe mundet që i njëjti të aplikohet në zgjedhjet lokale për të ikur problemeve të tilla, e që unë besoj numërimi automatik, pra i digitalizuar përmes skenerëve do të ishte zgjidhja ideale, të paktën deri në procesin e ardhshëm zgjedhor kur të përmbyllen këto ndryshime të mëdha për reformën zgjedhore që duhet trajtohet në tërësi.